الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Allah na i fal mëkatet, na uzoft në rrugën e drejtë, na përmirësoft veprat në jetët e tona. Vazhdojmë me hadithin e radhës, hadithi 6, të cilin përmendet apo i cili përmendet nga pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe shënohet tek Imam Buhariu dhe Muslimi, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: halali është i qartë, edhe harami është i qartë. Ndërmjet tyne, mes halalit edhe haramit, ka gjëra të dyshipta, të cilat nuk i din shumica e njerëzve. Nuk i din shumica e njerëzve. Domethënë, jo krejt njerëzit, po shumica nuk i din. Ka dësane ti se dish au halal, au haram. Kush largohet nga gjërat të dyshimta, ai e ka ruajtur fen dhe nderin e tij. Mo largu pi gjanave të dyshimta, nëse një insan nuk e dish au halal, haram, ma mirë largo. Deri kur? Deri ta pyesish hoxhën. Deri ta marrësh vesh, a halal as është. Nëse ti largohesh për izat Zotit, atëherë ti dy sene kemi fitu. Kemi rujt fen tane, se mundesh me marrë not minus të Allahi. Kemi rujt fen tane, po kemi rujt edhe nderin tan, nderin burnin. Mashkulli zban mu korit, burri zban mu korit. Me bani pun, valla s'pedia o halal, po unë pëbaj, mëse ban, prit, se mund është më korit. Pra kush largohet për gjanëve të dyshimta, a e ka rujt fen dhe nderin e ti. Nërsa kush kryen gjërat të dyshimta, është futur në zonën e haramit. Në momentin që rrezikon, mi bo dosane që ti nuk e din a ban me i ba, a zban me i ba. Ti veç ke hyn në zonën e rrezikut, ato dritat e kuqa, jenë dhez, ruju se ke hinë rrezik, po nashta so haram. Po nashta haram. Ti halasje të ditë, atë çka ban ti ruju, largo pi atyne. Kur ta marrësh vesh pi hoxhës, që është halal, atëherë bane. Në momentin që dyshan, du të mu largu, me ik. Thot, është futur në zonën e haramit. Ashtu sikurse bariu, delet e të cilit kullosin rreth një vendit të ndaluar. Nga qastin në qast, ato mund të hynë në atë vend ndaluar. E ka përngja pejgamberi alayhi salatu wassalam, personin i cili shkon te harami, afrohet haramit, me një çoban, me bari, a dini çka është bariu? Çobani, po. Mirë. Domthonjë që i ruan lopët, që i ruan delet. A di pse pyetës? Se gjeneratat e reja ama veç i din lojnat e internetit, se din çka është çobani. Runë. Çobani nuk ban mi marrë delet e tia, edhe mi afru të ara huj. Të ara huj. Mi afru aty ngat, ajo delja këtu këqyr, ajo delja krap e shtik krejvin, edhe ha, në artë huj. Masoj në qka u bon? Po qka u bon, se ti vetë ki fajt, se ti afrove aty, në skejnë, në kufi, ti maj pak ma largë. Edhe ato nuk hanë në artë huj. Kështu është njëri cili afrohet haramit. Kushdo që i afrohet haramit, ai e ka dhënë mundësinë të keqës trap mi ngjit. Por një njerë, por me rakigjit. Masane vallahi s'di që është gapova, piva adhon një tro. Po normal që kime pi, se ti porrin me qatat këqit, ju trit mos rëni me ata që pin drogë. Ata kur janë nisa hen trip, po të knaq, po flitraj. Po prash. Ti thush, amma në zot, u knaq kë. Se ty që ashtu ta mërmene që ai u knaq. Edhe qka i thush, bja ma pak edhe mu. Puf, kështu. Sa i ke pa ata që janë stil drogirashi që kanë, edhe duhan gjit e këqe. Ata nuk e pin, se edhe duhan e ka një qfar stili. S'pa thëmë zotnis, se a i sa i mirë, po pak, si, do që kështu pi. Si drogirash, ta qenë malin të taman drogirashit. A din si, e shet që këlla ilaha illallah, kë, ka shku shumë largë me haramin e vetë. Edhe i thuti ati se ti jetu najtë me ta. A i thot, provaj pak edhe kërk. U kryma. Valla se di që shina, jo, unë e di. Unë e di që shke i në drogë. Që është pedin ti, se ti sanin e parë që e ke boj e ke nisë me najtë me drogirasha. Edhe që tu ke rama se në kërshit. Rish me ata që vjedhen, hajnat.
Edhe ai thot, pra mi kum fitu 100 euro, pra mi kum fitu 1000 euro. Ti menon, u bon qira ky. Edhe ti llogarit me njerë matematikë, çdo natë kanë 1000 euro, bëjnë 30.000 euro në muaj. 300.000 euro, 360.000 euro vite. A ti nuk e bën plan tjetrën, haramin të Allahit. Ti nuk e bën tjetrën plan që të zën dikush, e ta thën kryt dikush, e të zën policia Shtinburg, ato si bën. Qëllimi është ai, ti kur të rrin me të keqin, i keqi ty të bën për vete. Prandaj, djemë të ri, keni kujdes mos rrini me të këqit. Pejgamberi po thotë, çobani që çoban, s'bën mi afru kafshët e veta, delet e veta nga aty te mexha e arës huj. Se masajna kur afrota e delja dhe ha diçka, çka u bën, ja. Afrove ti vetë ki fajet. Lej pak ma larg. Edhe haramit duhet besimtari minajt larg. Prandaj Zoti Gjelleshanu në Kur'an ka thonë, mos ju afroni amoralitetit, nuk ka thonë mos bëni amoralitet. 100.000 zeza, 100.000 llafe, 100.000 dalje, shëtitje, anik një sen me haram, masajna, ja, une, kufit e Allahit nalu të kufit e Zotit, se Zotit sheh, Zotit gjykon, Zotit e di ma mirë për ty çka është e khairit për ty dhe çka s'e khairit. Vazhdojmë hadithin, çdo mbret ka një zonë ku ndalohet hyrja të tjerëve. Çdo mbret e ka një zonë në të na nifët si harem. Harem është vendi ku mbreti s'ka çef tjerë me hinj aty. E ka rrethuaj. Harem është edhe xhamia Çabja. Atje kur shkon në Çabe ose në xhamit të pejgamberit, ku po shkosh thonë ata në harem. Në xhamin e shajt, ku aty Allahu Xheleshanu i ka vënë do kufi, dhe aty zguxon mi bë do sene që ty të lejohet mi bë që tërkon, ama aty s'ban mi bë. Edhe pse të lejohet. Çdo mret e ka një harem të vetin, një vend ku ai e rrethon ato, edhe çdo familjar ka një harem të vetin, i vën murin oborrit, edhe s'ka çaf njerëz me hyj aty as me kçyr për mi mur aty, ai e ka vënë kufinën e vet. Ti s'ki drejt me te kalu kufit. Çto i bën harem. Çka kuptim. Thot pejgamberi çdo mret e ka kufinin e vet. Po Zoti a pas ka do kufin, ai pas ka vënë, i ka vënë Zoti do kufi. Cilët janë haremi i Zotit? Thot janë haramet. Zoti ka vënë do kufi, mos hynin çato se po hynin çato ke hyn haram. Ke hyn haram, i ke thy kufit Allahut të lartësuar. Zona pra e ndaluar apo haremi të Allahut përbëhet nga gjërat që e ka ndaluar ai. Tash po del pejgamberi me ne mesele tjetër në trup po thot. Është një pjesë e mishit. Është një pjesë e mishit e cila është një pjesë e mishit e cila nëse nriqet thot nëse është e shnosh ose nriqet i tërë trupi. Nëse prishet i tërë trupi. Ajo është thot zemra. Të ndërum vëllezër. Zemra është komandanti i trupit. Nëse nërrit zemrën, e lidh me iman, e lidh me Allahun, i tutoj Zotit, e nënshtron ndaj Zotit, e nënshtron. Kërkuj nuk i tutosh në botë veç Allahit. Për kërkan s'punon në botë veç për i Zatë Zotit. Kërkuj nuk i nënshtrohesh në botë veç Allahit. Çdo sen e bën për i Zatë Zotit. Që kjo është zemra e shnosh? Që kjo është zemra që si tutët kërkuj? A din që do më thamë mos më tut kërkuj? Do më thamë ti mos më pas tut që mund dikush me ta marr shpirtin veç ai. Ti mos më pas tut se dikush mund me ta marr riskun, pasunin tane, çka këta ka shkruar Allahi. Ti mos më tut veç ai. Allahu Ekber. A di çfarë niveli i lartë është kjo i burnis. Djem të ri me fjalë. A di sa trima janë? Unë i shoh për internet do që shkruajnë aty, mu nuk më gjykon kush veç Zoti. Unë nuk i nënshtrojm kuj veç Zotit. Me vëmja na thojmë katonuar që më raptu kamët aty, ku ta shohësh aftan palekaik. Nuk është ashtu. Lëni ato kujdes nga ato këngët e internetit të cilat ty thjesht të rebelojnë edhe ndaj Zotit. Dhe bëjnë me në madhë. Unë si tutëm kërkuj, unë si tutëm askuj, kur ta shosh e ka zonë qafën keq diku në urë, të pi droga, të pi alkola,
ka shku për uflla. Mos më jutut kërkuj, do më thonë veç më jutut Zotit. Nuk ka mundësi, ju sfidoj, ju garantoj, me jetë, me krye, ju garantoj, me çka të doni. Nuk ka mundësi një njeri i cili nuk e ka tutën e Zotit, edhe me thonë unë jam trim se tutëm kërkuj. S'ka mundësi. Allahu e kalon në zemrën e insanit një pjesë cila quhet tuta. Që tuta, nëse s'është prej Allahut, ajo ka më konë për dikuj tjetër, pa tjetër nuk mund me nejtë që pjesa e zemrës e zbrast, ku du të me egzistu tuta. Zgudzan me nejtë zbrast, Zoti ka lënë natyrën njerit më tut për dikuj. Prandaj këta trimat e internetit, edhe këta kullerat edhe reperat, ata pak me vëmë i kap një smuje, ati në gjojnë kamët. Besimtarin fatkeqësit më të mëdhaja, sikur se ka përmend në Kur'an, Allahu Gjalleshanu për sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka thonë, ata janë konë trimat që kur kanë hinë betej, kanë qëndru ding, edhe kanë thonë, kjo është që na ka premtu Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e thonë vetë se hakun, s'kemi tut pi kërkuj. Na i tutmi vetëm Allahut azza wa jall. Kështu që në momentin që e muq zemrën me tut ndaj Zotit, ti nuk i tutesh kërkuj. Na nuk po them që ti tash më bë më në madh. Na nuk po them që ti më dal edhe më bën rrugaç. Na nuk po them shku më pola me çdo kan. Jo, astaghfirullah. Ti je i edukum, ti je i devotshëm, ti je i sjellshëm, ti je i dobishëm, ti je ngon babën e nanën, ti respekton më të vjetrin, ti e mëshiron më të voglin. Ti ki respekt për çdo kan. Ajo mesele tjetër. Na po flasim një frikë e cila ty frikë prej Allahut, e cila ty ta kthen burrnin hakikat. Ti nuk tutesh prej smujës, ti nuk tutesh prej dekës, ti nuk tutesh prej virusit. Një botë e tërë u tut prej virusit. A s'ke ashtu? Kur ju thoshin hoxhallart, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zban mashkull më javën dorën femrës huj. Këta kështu. Sa shpifjet, sa ti akuzu për hoxhallart, disa prej tyne, me lloj shpifje. Kur erdh puna e virusit, tuta, domethënë tuta e një virusi. Wallahi as babës, as nanës, as gruas ja i kishin dorën as kërkuj. Pse? Për arsye se frika e ka zonë vendin e gabum, frikë e gabum ka hinë zemër. Pse se bën ti çat frikë për Zot Zotit? Pse se ki për Zot Zotit? Pse ti nuk e mush zemrën me iman, me tut Allahu Gjeleshanu, Zoti që kam ka thonë, Zoti që kam ka obligu, në kom munu me kry. Prandaj, tham, a i cili nuk e ka frikën e Allahut, tutët për virusit, tutët për luftës, tutët për botë. A di që sa vjetë tutë dyjaja prej luftës tretë botërore? A dini që sa vjetë? Prej luftës ftoft, në vitet 60-70, mes dy shteteve në atë kohë superfuqi, po bënë sot, po bënë nesër, që 50 vjetë, kur së bënë? Po letë bënë, sa ka shkru Ajnal Gjeleshanu, na kena me jetu, kur e ka shkru me dek, na kena me dek, ndash për luftës, ndash për fukarallëkën, ndash për virusit, ndash në shtratë ka me dek njëri. Që kjo është me nërejtë zemrën. Kur zemrën te e bënë komandant tonin, e shtin në nësundim, në nëzap, epshin, kajtjen, lakmin, frikën, çdo sen tjetër se zemra është nosh. Prandaj, perandoria ma e fuqishme e cila është ngrit me njëherë, mrena 20 viteve, o bo ma forta në botë, gjoja një shtetë që për 20 vjetë, është bo i parival, edhe ka egzistu me mija vite, është vetëm sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që me vdekjen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam kanë qenë pakic. A kuptoni çfarë do të thonë pakic? Gadishull e arabik. Para shikohet ose mendohet të ketë qenë 1 milion banor. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kretë gadishull e arabik. Me Jemene, Omane, Emirate, Kuvajte, Arabi Saudite, sot kretë ato vende 1 milion. E prej tyne që janë supozu sahabë më konë 140.000 dhe 150.000. Dhe më dhamë, për 1 milionve, 150.000 për bjenë 15%. Kush janë konë që ta janë konë ata burat të cilët e kanë sundu gadishull në arabik për mrena 10-15
vjete dhe kanë fillu ushtrit të tyne me dalë me u zgjeru, derisa me i shkatru, me i shujt përjetësisht dy perandorit më të mëdha, Persinë dhe Bizantin, e cila Persia ka qenë mbi 2000 vjet. Mbi 2000 vjet ata kanë pas zot zjarrin. A dini, a paramendoni djam zjarrin? E kanë kallë vetë zjamin, edhe se kanë nali, kanë shtit drum. 2000 vjet se kanë thonë me bo mu nal, kjo zoti jonë. Me bo mu nal zjame, vdit zoti. Edhe ta është bëhet kiameti. Qëta musliman, për 20 e sa vjet pse, e kanë regullu zemrën e tyne. Në momentin që ti e ke të regullu me banë mbret zemrën, ajo e sundon trupin. Pastaj, kjo burni, kjo trimni, reflekton pozitivisht të tjerët. Edhe ti, Allahu Azza wa Jall, kur ti bëhesh ti rob, Zoti Xheleshanu ti vendosin në shërbimin tanë të tjerët. Por, është kusht që me ti vendos Zotin shërbim të tjerët, ti më konë shërbim të Zotit. Ti më konë shërbim të Zotit. Ti me punu për Allah. Dikush është biznesmen, ka pare. Parën e vetë e vend shërbim të Allahit. Dikush është student. Student është. Edhe ati në shkollë i mëson shokët e vetë për fe. Dikush është mësus, dikush është profesor, dikush është mjek. Ai tjetri këtë profesion, atë profesion, se cili vetën e vetë du të me vunë shërbim të Allahut. Pastaj Zoti ti vendos shërbim tonin, jo për hatër tonin, po për hatër të qëllimeve tuat, misionit tanë. Prandaj, kjo është hadithi që ishmi të folë dhe jemi të folë, halali është i qartë edhe harami i qartë. Në Islam të dashur vëllezër nuk ka sene të dyshim ta. Po pejgamberi ka vazhdu, halali i qartë, harami i qartë. Mes tyne, ka thonë ka dë sene të dyshim ta për kanë. Për një pjesë të njerëzve. Jo për kretë. Ulemat, djetartë, e din halalin, e din haramin, e din të mirën, e din keqen. Po problemi është se shumica nuk e din, dhe që e shumicë nuk shkojnë me pyet qatë pjesë të ulemave, shkojnë me pyet. Filan puna, o halal, bes është, se s'pedi une, a i të kalzana është halal ajo. E qka me bo nëse ti nuk jetë të ditë që ke puna, o halal a haram, ti dush mi bo dy sene. E para, nëse s'munësh me shku deri te hoxha me pyet se ki mundësin, edhe pse sa është mundësia me rrjetet sociale, e pyet hoxhën, çka bën largohesh? Piqa ti harami, piqa se vepre që e ki dyshim të largohesh. Deri kur? Deri të më rinë të hoxha me pyet. Pra hapi para mu largu, mu distancu njëherë, të pres, çka po bën tasha, pastaj e dyta me pyet hoxhën. Nëse ruhesh qështu, largohesh qështu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ruan edhe fen tane, edhe nderin tanë, burnin tane. Sanet që janë dyshim ta mos hin, se ta upin burnin. Nuk i takon muslimanit me hi në përlojnë në cilat ai nuk e dhja janë halal a haram. Ruje ftyrën tane. Pyete hoxhën, kur të tregon hoxha që është halal ose haram, e vepran masani. Pra, i ndërmerr këto, nëse mundesh me pyet me të parën, pyete. Që s'mund me pyet atë prit derisa të jepet mundësia. Pra, kufit e Zotit zban mi të i kalu. Me hyne për harame, se ka aty senzora, që më njerë janë isë me bon, pa mu dhez alarmat. Pa mu afru deri ngat, jo. Pejgamberi për ata që erdhë më vënes, e ka përshkru ata që afrot ngat harameve, si ai çobani që i ruan delet ngat arës huj. Ata që në konë çobana e din, kur t'ja afresh aty, ai tjetrit ka thonë mos më afra aty të arame. Po që unë në po ama ajo rap e zgat, kryt e zgat dele edhe han, masane ti shka sa dush bere, e mosën e këthenat që ka hongër. Kështu besimtari nuk duhet me u afru të haramet Allahut Azza wa Jall, se mundet pastaj me ra, në haram e rash. Ju djem të ri për ju këshillaj për fund, që që ka pështru pejgamberit qëta, që mës më afru të haramet, ju që ka me bo, për mës më hynë haram, ruju një shokve të këqe. Mos rrini me shok të këqe, sepse ata ju shtin në për harame, provaje me pak, s'ka gajle, provaje, veç ti keme qyre në kret, edhe ty të nëzonë, ti që s'pepin dohanin, ty të nëzonë për budal. A ti ma i meqmi je, ti je ma i meqmi. Ata të zonë për budal, të ne, që qanë kë, që ata mashallah, kanë mërin, kanë pi cigare, nam ju bo. E që ashtu pas taj vazhdojnë të droga, të alkoholit, të amoralitetit, të ajnia, të vras,